Se do ndalet treni bullgar, thotë. Treni bullgar, si do e evitosh? Mbyllim tunelin. Mbyllim tunelin, thotë Romiri. Të nxjerr nga 11 maj. Nuk shoh asnjë leksion të nxjerr. Shiko një tendencë nga ana e opozitës, po dhe nga ana e mazhorancës që i intereson më shumë, që këto zgjedhjet e pjesshme ti cilësoj si pak të rëndësishme. Po shiko se po bëhen për 2 vjet në Tiranë, po shiko se janë ca bashki të vogla që po janë të majta, po opozita mund mos të fitojë. Duhet marrë parasysh që në zgjedhjet e pjesshme voton 70% e popullsisë së vendit. Në mos gaboj mund të jetë 65, mund të jetë 72, mund të jetë edhe 60. Po është mbi 50% sepse Tirana ka gjysmën e popullsisë, i bashkangjisim Vlorën që është një bashki shumë e madhe dhe bashki të tjera. Pra, zgjedhjet e pjesshme janë zgjedhje shumë të rëndësishme, sidomos për opozitën. Për çfarë janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme për angazhim që të tentojnë për t'i dhënë Edi Ramës, atë që nuk bën dot në 11 maj, për t'i dhënë një goditje të fortë, duke mësuar dhe nga gabimet e 11 majit. Nëse do të ecim me parimin që shikojmë Edi Ramën nuk ka zgjedhje, me Edi Ramën nuk mund të fitojmë dhe diskutojmë do futemi në zgjedhje apo nuk do futemi në zgjedhje, kjo është humbja më e madhe që mund të krijohet, që mund të shkaktojë opozita.